për të nderuar një ngjarje të madhe në historinë e lirisë së shqiptarëve. Një ngjarje epike, e cila shënoi për Shqipërinë kthesën e madhe. Dhe kjo ngjarje ishte pikërisht greve e përgjithshme sindikatave të Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Shqipëria e vitit 90 ishte vendi më i indoktrinuar në Europë. Ishte vendi më i mjeruar në Europë. Vendi ku diktatura vazhdonte vrishte në kufi të rit, pasi kishte hequr veprën penale të tradhtisë për largim nga Shqipëria, i ekzekutonte për shkeljet rregullore së kufirit.